Nderuar shikues, përshëndetje. Sulmet e fundit izraelite ndaj objektivave strategjike iraniane të ndjekura nga goditja hakmarrëse të Teheranit në territorin izraelit dhe përtej tij ka ndryshuar ndjeshmën në ekuilibrin e forcës. Tashmë kapacitetet raketore të Iranit dhe aftësia e tij për të goditur objektiva të ndjeshme po dalin gjithnjë më qartë në pah, duke bërë të qartë çdo ditë më shumë se kjo luftë nuk i ngjan as Afganistanit as Irakut. Ndërkohë brenda Shteteve të Bashkuara, presidenti Donald Trump po lëshon paralajmërime të forta për përfundimin e luftës. Por këto deklarata shpesh shoqërohen me paqëndrueshmëri dhe mesazhe kontradiktore, duke reflektuar një huti ndaj një konflikti që po del jashtë kontrollit. Në qendër të kësaj dinamike qëndron Benjamin Netanyahu, i cili po shtyn për zgjerimin e konfliktit dhe për përfshirjen e Shteteve Arabe në një përballje të drejtë për drejtë me Iranin. Megjithatë, aleatët arab dhe europian mbeten të tërhequr, duke peshuar me kujdes rreziqet e një lufte që mund të destabilizojë ekonominë globale dhe sigurinë e tyre të brendshme. Ngushtica e Hormuzit, një nga arteriet më kritike të energjisë botërore, qëndron si një pikë kyçe e tensionit, ku çdo përshkallëzim do të rrisë frikshëm pasojat për tregjet ndërkombëtare. Pyetja thelbësore mbetet: apo shohim një luftë të kontrolluar, apo fillimin e një përshkallëzimi që askush nuk mund ta ndalë më? Lufta edhe pak një muajshe ndërmjet SBA-s dhe Izraelit nga njëra anë dhe Iranit nga ana tjetër, po merr për masa dramatike. Me njëherë pas goditjes izraelito-amerikane mbi objektin bërthamor iranian në Natanz, Irani u kundërpërgjigj me raketa pranë objektit bërthamor izraelit të Dimonas dhe paralajmëroi se raketa e radhës do të godas drejt për drejt mbi objektin bërthamor. Edhe pse reaktori nuk u godit, afërsia raketave ngre pyetje serioze mbi pasojat e një goditje direkte, e cila mund shkaktonte ndotje radioaktive me pasoja rajonale katastrofike. Për Izraelin, ky është një skenar i frikshëm. Nga ana tjetër, për Iranin, sulmi ishte një demonstrim force dhe qëndrueshmërie për treguar se arsenali i tij raketor mbetet funksional. Dimona ka qenë për dekada qendra e programit të tij bërthamor e mbuluar me sekrete që nga viti 1950. Objekti u ndërtua me ndihmën e Francës, fillimisht i paraqitur si një fabrik tekstilesh, u financua nga Gjermania dhe u mbulua me heshtje nga SBA-ja, veçanërisht pas vrasjes së presidentit John Kennedy, i cili insistoi për inspektime në këtë objekt. Sulmi iranian me raketa pranë objektit bërthamor izraelit të Dimonas të shtunën në mbrëmje ishte më shumë se një përshkallëzim dramatik në luftën në hije mes dy vendeve. Ai riktheu vëmendjen mbi mbrishtësinë e politikës shumë dekadëshe të Izraelit për paqartësi bërthamore, një strategji projektuar për të mbajtur kundërshtarët në pasiguri mbi fuqinë e tij parandaluese, duke shmangur përplasje të drejtë për drejta me aleatët që kundërshtojnë përhapjen bërthamore, shkruan gazetari Basim Al-Azavi. Raketat ranë vetëm 14 kilometra larg reaktorit, duke dëmtuar ndërtesa për rreth dhe plagosur të paktën 20 persona. Vetë objekti nuk u godit, por simbolika ishte e qartë. Irani demonstroi aftësinë për të arritur një nga pikat më të ndjeshme në Izrael, pavarësisht deklaratave të mëparshme se kapacitetet e tij raketore ishin shkatruar. Sulmi erdhi si kundërpërgjigje ndaj goditjeve izraelito-amerikane mbi objektin bërthamor në Natanz një ditë më parë. Komandanti i forcës ajrore të Gardës Revolucionare, Majid Musavi, paralajmëroi surprizat e ardhshme duke cilësuar sulmin si sy për sy. Mesazhi ishte i qartë. Irani mund të kërcënojë infrastrukturën bërthamore të Izraelit edhe pa goditur drejt për drejt reaktorin. Për Izraelin, ky është një skenar i frikshëm. Dimona ka qenë për dekada qendra e programit të tij bërthamor, e mbuluar me sekrete që nga vitet 1950. Objekti u ndërtua me ndihmën e Francës, fillimisht i paraqitur si një fabrik tekstilesh. Ndërkaq një raport pretendon se Gjermania Perëndimore ka financuar fshehurazi një pjesë të madhe të projektit të reaktorit bërthamor të Dimonas në Izrael. Sipas gazetës Haaretz, mes viteve 1961 dhe 1973, qeveria në Bonn transferoi rreth 140 deri në 160 milion marka gjermane në vit drejt Izraelit përmes një sistemi të fshehtë kredish, duke arritur në një total prej rreth 2 miliard markash, afërsisht 5 miliard euro sot. Financimi zyrtarisht ishte etiketuar si ndihmë për zhvillimin e Negevit, por thuhet se në të vërtetë u përdor për të mbështetur programin bërthamor të Izraelit.
Marrëveshja thuhet se filloi pas një takimi në vitin 1960 mes kryeministit izraelit David Ben Gurion dhe kancelarit gjerman Konrad Adenauer, duke reflektuar angazhimin e Gjermanisë pas Holokaustit për sigurinë e Izraelit. Ndërsa Franca ofroi mbështetje teknike për reaktorin e Dimonës, raporti sugjeron se fondet publike gjermane financuan fshehurazi një pjesë të madhe të projektit. Kur inspektorët amerikanë kërkuan sqarime, autoritetet izraelite shmangën përgjigjet. Presidenti John Kennedy, skeptik ndaj këtij shpjegimi, insistoi për inspektime. Sipas rrëfimeve të përhapura ndër vite, kryeministri David Ben Gurion e konsideroi këtë presion të papranueshëm, ndërsa teori konspirative, pa prova, e lidhjen edhe vrasjen e Kennedyt me këtë çështje. Për gati 7 dekada, Izraeli nuk e ka konfirmuar as mohuar posedimin e armëve bërthamore. Kjo politike e njohur si amimut apo paqartësi ka shërbyer për të frenuar kundërshtarët pa provokuar sanksione apo përplasje me Shtetet e Bashkuara. Kjo strategji u trondit në vitin 1986, kur tekniku Mordechai Vanunu publikoi detaje mbi arsenalin bërthamor të Izraelit në Sunday Times. Ai sugjeroi se Izraeli zotëronte dhjetra, ndoshta qindra koka bërthamore. Vanunu rrëmbye nga agent të Mossadit në Rom dhe u burgos për 18 vjet, por zburimet e tij ndryshuan përgjithmonë perceptimin global. Sulmi së shtunës nxjerr në pa cenueshmërinë e objekteve bërthamore në kohë lufte. Dhe pse reaktori nuk u godit, afërsia e raketave ngre pyetje serioze mbi pasojat e një goditje direkte, e cila mund të shkaktonte ndotje radioaktive me pasoja rajonale katastrofike. Izraeli ka investuar shumë në sisteme mbrojtëse si Iron Dome dhe Arrow, por deportimi i raketave iraniane tregon se mbrojtja nuk është e pakalueshme. Për Iranin, sulmi ishte një demonstrim force dhe qëndrueshmërie për treguar se arsenali i tij raketor mbetet funksional. Për SBA-n, ngjarja rikujton balancën delikate mes mbështetjes së sigurisë së Izraelit dhe kundërshtimit të përhapjes bërthamore. Shtetet e Gjirit, që kanë normalizuar marrëdhëniet me Izraelin, mund të rishqyrtojnë rreziqet, ndërsa tensionet në lindjen e mesme rriten. Mbetet e paqartë nëse ky sulm shënon një fazë të re të konfliktit. Paralajmërimet e Iranit për surpriza të ardhshme sugjerojnë përshkallëzim të mëtejshëm, ndërsa Izraeli pritet të vazhdojë politikën e tij të paqartësisë. Ngjarja nxjerr në pah paradoksin e strategjisë bërthamore izraelite. Sekreti ka ruajtur efektin parandalues, por ka krijuar edhe dobësi. Duke mos e pranuar zyrtarisht arsenalin e tij, Izraeli ka shmangur presionin ndërkombëtar, por njëkohësisht e ka bërë Dimonën një objektiv tërheqës për kundërshtarët. Ndërsa situata qetësohet përkohësisht, mesazhi është i qartë. Paqësia bërthamore nuk do thot paprekshmëri. Sulmi i radhës mund të testojë nëse kjo politikë shumë dekadëshe mund të rezistojë realiteteve të luftës moderne. Para se të sulmojnë objektin bërthamor iranian në Natanz, një sulm izraelit goditi fushën më të madhe të gazit në botë, South Pars, e cila është vendosur në det në gjirin persik dhe ndahet midis Iranit dhe Katarit. Netanyahu tha se është koordinuar me Trumpin, ndërsa ky i fundit disa orë më vonë mohoi përfshirjen. Sipas publicistit Jamal Kanj, ky sulm ishte një lëvizje e kalkuluar e Netanyahut për thelluar përfshirjen amerikane dhe për të provokuar një përballje të drejtë për drejtë mes Iranit dhe shteteve arabe të gjirit. Sipas tij, kjo është lufta e Netanyahut. Vendimarrja e Donald Trumpit në këtë konflikt duket e ndikuar nga një kombinim i interesave personale, presioneve politike dhe një strategjie të paqartë ushtarake. Netanyahu ka arritur të ndikojë në mënyrë të veçantë mbi perceptimin dhe vendimet e Trumpit, duke shtyrë drejt një konflikti që nuk përputhet me premtimet e tij për t'i dhënë fund luftrave të pafundme, siç deklaronte gjatë fushatës. Kjo ka krijuar një situatë ku SBA-ja duket e tërhequr në një luftë pa plan të qartë dhe pa përgatitje të mjaftueshme strategjike. Sulmi i fundit i Izraelit ndaj fushës së gazit South Pars ishte një lëvizje kalkuluar për thelluar përfshirjen amerikane dhe për të provokuar një përballje të drejtë për drejtë mes Iranit dhe shteteve arabe të gjirit. Duke shpallur sulmin, zyrtarët izraelit pretenduan se ai është koordinuar dhe miratuar nga SBA-ja, duke e lidhur në mënyrë implicite Washingtonin me këtë veprim.
Megjithatë, brenda pak orësh, Donald Trump i deklaroi se nuk kishte dieni dhe për herë të dytë kërkoi që Izraeli të ndalte goditjen ndaj objekteve energjetike. Më njëherë pas kësaj, Benjamin Netanyahu thirri me ngut një konferencë për shtyp, duke pohuar se sulmi nuk përfshinte SBA-n. Kjo kontradikt tregon ose një tjetër gënjeshtër të prodhuar nga Izraeli, ose një ndarje të qëllimshme rolesh që i lejon Trumpit të mohoj dijenin paraprake dhe të qetësoj shqetësimet e shteteve gjirit mbi goditjen e infrastrukturës energjetike, gjë që mund të provokojë një kundërpërgjigje të ngjashme nga Irani, shkruan publicisti Jamal Kanj. Sulmi izraelit ndaj kësaj qendre të madhe gazi shënon një përshkallëzim të rrezikshëm strategjik. Zgjedhja e objektivit nuk është e rastësishme, por një përpjekje qëllimshme për të nxitur një luftë më të gjerë. Ajo është pjesë e një përpjekje të kahershme dhe të errët izraelite për të mbajtur kaos të përhershëm në rajonin e qirit dhe lindjen e mesme. Në këtë kontekst, dhe pa humbur kohë, kryeministri izraelit po e paraqet në mënyrë cinike Izraelin si një korridor alternativ energjie për të anashkaluar ngushtisjen e Hormuzit. Përtej zgjerimit të luftës, kundërpërgjigje të mëtejshme iraniane ndaj vendeve që strehojnë baza amerikane mund të nxisin një luftë më të gjerë ekonomike, duke tronditur rënd tregjet globale të energjisë dhe duke destabilizuar ekonominë botërore, një skenar që kujton recesionin global pas embargos së naftës pas luftës së vitit 1973. Më e rëndësishmja, nëse ka vepruar i vetëm, Netanyahu mund të jetë duke i sinjalizuar Trumpit se kush e dikton në të vërtetë ritmin dhe shtrirjen e kësaj lufte, shkruan Kanj. Her pas here është bërë gjithnjë më e qartë. Kjo është lufta e Netanyahut. Ai i vetëm përcakton rrjedhën e saj, ka treguar se kontrollon politikën e SBA-s në lindjen e mesme dhe Trumpi nuk kontrollon as mënyrën, as kohën e përfundimit të saj, shkruan Kanj. Pyetja kryesore mbetet: si u tërhoq Trumpi në këtë luftë? Dy gjëra lëvizin Trumpin: paraja dhe një ego e pangopur. Fitimi e tërheq, por lavdrimi e kontrollon. Fryrja e ndjenjës së madhështisë së Trumpit, e shoqëruar me shfaqje teatrale dhe admirimi, formëson sjelljen e tij. Netanyahu e kupton këtë më mirë se kushdo tjetër, pasi prej kohësh ka treguar një aftësi të veçantë për t'i bërë qefin dhe për të ushqyer egon e tij të fryrë, vlerëson Kanj. Një skenar i mundshëm është që Netanyahu, indikuar nga senatori Lindsey Graham, arriti të bind ose ndoshta të mashtroj presidentin amerikan se vrasja e udhëheqjes iraniane do të sillte kolapsin e shtetit dhe një dorëzim të shpejtë. Rezultati: tërheqja e SBA-s në një luftë pa përgatitje dhe pa qartësi strategjike. Sipas Kanj, rrjedha e kësaj lufte tregon se ajo i shërben ekskluzivisht agjendës së Izraelit. Ajo udhëhiqet nga amerikan dhe sionistë krishter mesianik, duke avancuar një plan 40 vjeçar të një lideri të huaj që synon të përfshijë Washingtonin në një luftë të re në lindjen e mesme, të projektuar për Izraelin. Për këtë qëllim, Trumpi anashkaloi këshillat e komandantëve të tij ushtarak në terren në favor të impulseve të rrezikshme të sekretarit të tij të luftës, Pete Hegseth. Ngushtisja e Hormuzit mund të bëhet kurthi i kanalit të Suezit për Amerikën, pika që nisi rënien e gjatë të Britanisë, shkruan Kanj, dhe shton se kjo mund të kishte qenë një nga arsyet pse generalet e lartë amerikan paralajmëruan kundër opsionit të luftës. Një president që premtoi të japë fund luftrave të pafundme dhe që bëri fushat për uljen e çmimeve të karburantit, vështirë se mund të pretendojë mosdije për këto fakte bazë. Kjo shihet qartë në deklaratat shpesh kontradiktore të Trumpit për ngushtisjen e Hormuzit. Ato lëkunden mes një vetbesimi të shtirur, duke treguar mungesë strategjie koherente dhe një model reagimesh të improvizuara. Fillimisht, Trumpi sugjeroi që marina amerikane mund të shoqëronte cisternat e naftës. Kur u vlerësua se kjo ishte shumë e rrezikshme, ai u bëri thirrje vetë cisternave të tregonin guxim dhe të kalonin ngushtisën. Më pas, ai u kërkoi vendeve të tjera të dërgonin anije luftarake për të siguruar kalimin. Pasi u përfshi në një luftë për cilën nuk ishte përgatitur, ai kërkoi që të tjerët të ndihmonin në përballimin e pasojave. Megjithatë, shumica e vendeve si Gjermania, Spanja, Australia, Japonia, Mbretëria e Bashkuar, Franca, Kina, India dhe Italia e refuzuan qartë. Kjo tregon se pavarësisht varësisë nga energjia e gjirit,
Këto vende nuk duan të përfshihen në një luftë që shihet si në shërbim të interesave të një vendi tjetër, shkruan Kanç. Ky refuzim nuk është vetëm rezervë diplomatike, por një shqetësim real se qëndrimi agresiv i Trumpit e ka bërë luftën më të rrezikshme dhe të pajustifikueshme, sidomos kur kërkesa e tij vjen pas muajsh të tërë përjashtimi dhe ofendimi ndaj partnerëve ndërkombëtar. Kur të gjitha dështuan, Trumpi deklaroi se në një moment ngushtica e Hormuzit do të hapet vetë, përpara se të ndryshonte sërish qëndrim dhe të thoshte se vendet që e përdorin duhet të hapin atë. Deklarata e fundit ishte një ultimatum 48 orësh që kërcënonte shkatrimin e infrastrukturës energjetike të Iranit. Këto ndryshime të vazhdueshme tregojnë një mungesë të theksuar kompetence dhe një qasje reaktive. Vlen të kujtohet se ngushtica, një nga kartat më të forta të Iranit, u mbyll si përgjigje ndaj një agresioni të paligjshëm, thot Kanç. Lufta nuk filloi sepse ngushtica u mbyll. Përkundrazi, ajo u mbyll për shkak të luftës. Kjo shpjegon pse shumë vende kanë refuzuar thirrjen e Trumpit për t'u bashkuar në ato që shihet si lufta e Netanyahut. Përpjekja për siguruar ngushticën e Hormuzit dhe synimi i dukshëm i Izraelit për ta përshkallëzuar konfliktin zbulojnë varësinë e thellë të SBA-s nga strategjia izraelite dhe një boshllëk të madh në politikën amerikane. Si në Irak, agenda izraelite për destabilizim rajonal merr përparësi ndaj interesave kombëtare të SBA-s. Në këtë rast, qëllimi i Izraelit nuk është vetëm të çmontojë kapacitetet bërthamore të Iranit, por ta neutralizojë atë si rival potencial, duke shkatruar kapacitetet e tij shkencore dhe teknike dhe duke fragmentuar në një shtet të dështuar. Në fund, objektivat e papajtueshme të Izraelit dhe SBA-s do të përplasen. Ashtu si George Bushi në Irak, Trumpi mund ta kuptojë shumë vonë se është tërhequr në një luftë që nuk e ka kuptuar kurrë plotësisht, duke lënë Amerikën të paguajë çmimin për një tjetër projekt shtetëndërtimi në një vend, shkatrimi i cilit ishte pjesë e një agjende të fshehtë izraelite, shkruan në analizën e tij publicisti Jamal Kanç. Mbyllja e ngushticës së Hormuzit kanë tronditur tregjet globale për momentin, ndërsa bota ka përjetuar një të tillë me pushtimin rus të Ukrainës. Por sipas profesorit Nikolaj Kozhanov, situata aktuale është ndryshe në thelb dhe shumë kritike. Kriza e vitit 2022 u shkaktua kryesisht nga sanksionet dhe kufizimet ekonomike. Edhe pse Rusia u përjashtua pjesërisht nga tregjet perëndimore, ajo mbeti një nga prodhuesit më të mëdhenj të naftës dhe gazit në botë, duke vazhduar eksportet përmes rrugëve alternative. Ndërkaq, ngushtica e Hormuzit, përmes së cilës kalon një pjesë e madhe e naftës dhe gazit global, është prekur nga konflikti. Sa më gjatë të zgjas konflikti, aq më gjatë çmimet do të mbeten të larta. Industritë që varen më shumë nga energjia, si prodhimi i kimikateve, çelikut, aluminit dhe materialeve ndërtimore, janë të parat që preken. Rritja e kostove të prodhimit përkthehet në çmime më të larta për konsumatorët, duke krijuar një efekt zinxhir në gjithë ekonominë globale. Sipas tij, e vetmja rrugë për të shmangur një krizë më të thellë është stabiliteti. Dhe në këtë rast, stabiliteti varet vetëm nga një faktor: përfundimi i luftës. Në historinë e ekonomisë globale, pak ngjarje kanë pasur fuqinë të trondisin sistemin energjetik si konfliktet e mëdha ushtarake. Por ajo që po ndodh sot në tregjet ndërkombëtare të naftës dhe gazit nuk është thjesht një tronditje përkohshme, është një sinjal alarmi për një krizë më të thellë dhe më të qëndrueshme, shkruan Nikolaj Kozhanov, hulumtues dhe profesor në Universitetin e Katarit. Lufta SBA-Izrael kundër Iranit ka hyrë menjëherë në qendër të vëmendjes globale, jo vetëm për pasojat politike, por për ndikimin e saj të drejtë për drejtë në furnizimin me energji. Çmimi i naftës së papërpunuar Brent është rritur ndjeshëm, duke i ofruar niveleve rekord të regjistruara në historinë moderne të tregjeve. Një situatë ngjashme u patën në vitin 2022 pas pushtimit rus të Ukrainës, kur çmimet e energjisë u rritën në mënyrë dramatike përpara se të stabilizoheshin. Megjithatë, ekziston një dallim thelbësor midis atij momenti dhe krizës aktuale. Kriza e vitit 2022 u shkaktua kryesisht nga sanksionet dhe kufizimet ekonomike. Edhe pse Rusia u përjashtua pjesërisht nga tregjet perëndimore, ajo mbeti një nga prodhuesit më të mëdhenj të naftës dhe gazit në botë, duke vazhduar eksportet përmes rrugëve alternative.
Sistemi global i energjisë arriti të përshtatej përmes ridrejtimit të furnizimeve, përdorimit të rezervave dhe ndryshimeve në tregje. Por situata aktuale është ndryshe në thelb, shkruan Kozhanov. Ngushtica e Hormuzit, një nga arterjet më të rëndësishme të energjisë në botë, është shndruar në një pikë kritike bllokimi. Kjo rrugë detare, përmes së cilës kalon një pjesë e madhe e naftës dhe gazit global, është prekur nga konflikti. Trafiku i tankerëve është ndërprer, ndërsa disa vende të gjirit janë detyruar të ulin prodhimin për shkak të kufizimeve në transport dhe depozitim. Në të njëjtën kohë, sulmet ndaj infrastrukturës energjetike kanë shtuar pasigurinë. Rafinerit, depot dhe objektet e prodhimit janë dëmtuar ose janë mbyllur për arsye sigurie. Sipas vlerësimeve ndërkombëtare, kjo situatë përfaqëson një nga ndërprerjet më të mëdha të furnizimit në historinë e tregjeve të naftës. Rrjedhat përmes Hormuzit janë reduktuar ndjeshëm, ndërsa prodhimi në rajonin e gjirit ka pësuar ulje të konsiderueshme. Përpjekjet për të stabilizuar tregun përmes lirimit të rezervave strategjike nuk kanë të njëjtin efekt si në të kaluarën. Edhe pse miliona fuqi naftë janë nxjerrë në treg, problemi kryesor mbetet i pazgjidhur. Nafta dhe gazi nuk mund të transportohen lirshëm në zonat ku janë më të nevojshme. Logjistika është bërë një faktor kritik. Rezervat ndodhen në vende të ndryshme të botës dhe transportimi i tyre kërkon kohë, siguri dhe kapacitet detar, të gjitha këto të kufizuara në kushtet aktuale. Edhe përpjekjet për të përdorur rrugë alternative janë të pamjaftueshme. Tubacionet që shmangin Hormuzin ofrojnë vetëm një pjesë të vogël të kapacitetit të nevojshëm për të kompenzuar humbjen e madhe të furnizimit. Në tregun e gazit natyror, situata është edhe më e ndërlikuar. Një pjesë e madhe të tregtisë globale të gazit të lëngshëm kalon pikërisht përmes kësaj ngushtice. Me ndërprerjen e saj, zinxhiri global i furnizimit është vënë në presion të madh. Kapacitetet ekzistuese të transportit dhe përpunimit janë tashmë të shfryzuara në maksimum, duke bërë pothuajse të pamundur kompenzimin e mungesave në afat të shkurtër. Ndryshe nga kriza më parshme, kjo nuk është një situatë që mund të zgjidhet vetëm përmes riorganizimit të tregut. Bëhet fjalë për një problem strukturor. Sa më gjatë të zgjas konflikti, aq më gjatë çmimet do të mbeten të larta, dhe me çmime të larta të qëndrueshme, efektet shtrihen përtej tregjeve të energjisë. Industritë që varen më shumë nga energjia, si prodhimi i kimikatave, çelikut, aluminit dhe materialeve ndërtimore, janë të parat që preken. Rritja e kostove të prodhimit përkthehet në çmime më të larta për konsumatorët, duke krijuar një efekt zinxhir në të gjithë ekonominë globale. Edhe transporti nuk mbetet i paprekur. Nga avionit e transportit detar dhe rrugor, rritja e çmimeve të karburantit ndikon drejt për drejt në kostot e lëvizjes së madrave dhe njerëzve. Kjo çon në rritjen e çmimeve të përgjithshme dhe ngadalësim të aktivitetit ekonomik. Në nivel individual, familjet përballen me një realitet të ri. Energjia bëhet më e shtrenjtë, duke ulur fuqinë blerëse dhe duke ndryshuar mënyrën e konsumit. Për vendet prodhuese të gjirit, kjo situatë përfaqëson më shumë se një sfidë ekonomike. Ajo vë në pikpyetje rolin e tyre si furnizues të qëndrueshëm të energjisë në botë. Çdo ndërprerje në eksport, çdo dëmtim infrastrukturor dhe çdo rritje e kostove të sigurisë dëmton jo vetëm prodhimin, por edhe besimin e tregjeve ndërkombëtare. Për pjesën tjetër të botës, pasojat janë të qarta. Ngadalësimi i rritjes ekonomike, inflacion më i lartë dhe një periudhë e zgjatur pa sigurie. Në fund, mesazhi që del nga kjo krizë është i qartë. Tregu global i energjisë është më i brishtë se sa mendohej, dhe ndërsa sistemi mund të përshtatet ndaj tronditjeve të përkohshme, ai përballet me kufizime të forta kur goditet në pikat e tij më kritike. E vetmja rrugë për të shmangur një krizë më të thellë është stabiliteti. Dhe në këtë rast, stabiliteti varet nga një faktor i vetëm: përfundimi i luftës. Shkruan mëtej Nikolaj Kozhanov. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu bëri thirrje udhëheqësve botror të bashkohen në fushatën ushtarake SHBA-Izrael kundër Iranit, duke paraqitur Teheranin si një kërcënim global. Të njëjtën e bëri ditë më parë edhe presidenti amerikan Donald Trump, por askush nuk u përgjigj kërkesës së tyre. Gazetari Remzi Barud shkruan se aleatët perëndimor dhe arab
Megjithatë, po refuzojnë të përfshihen në luftën kundër Iranit, jo për arsye parimore, por për shkak të një pritjeje të qartë se ajo do të dështojë. Sipas tij, nëse Europa së bashku me qeveritë arabe do të besonin se lufta SBA-Izrael kundër Iranit kishte ndonjë shans real për sukses, shumë prej tyre tashmë do të ishin bashkuar. Evropa nuk po refuzon luftën, thot ai. Qeveritë arabe nuk po kalojnë një transformim moral. Ato po bëjnë atë që kanë bërë gjithmonë, po vlerësojnë rrezikun. Dhe në këtë rast, përfundimi është i qartë. Ato qëndrojnë jashtë jo sepse kundërshtojnë luftën, por sepse besojnë se ajo do të dështojë. Aleatët perëndimor dhe arab po refuzojnë të përfshihen në luftë kundër Iranit, jo për arsye parimore, por për shkak të një pritje të qartë se ajo do të dështojë, shkruan gazetari dhe publicisti Ramzi Barud. Duke folur të dielën më 22 mars, kryemisi izraelit Benjamin Netanyahu u bëri thirrje udhëheqësve botror të bashkohen në fushatën ushtarake SBA-Izrael kundër Iranit, duke paraqitur Teheranin si një kërcënim global. Disa ditë më parë, më 17 mars, presidenti amerikan Donald Trump kritikoi aleatët e NATO-s për refuzimin e pjesëmarrjes në luftë, duke quajtur këtë qëndrim një gabim shumë të marrë. Më 20 mars, ai shpërsoi mëtej retorikën, duke quajtur ata frikacak për mos futjen në konflikt. Këto thirrje dhe hezitimi i dukshëm që pasoi tregojnë një histori shumë më domethënëse se sa deklaratat zyrtare mbi përmbajtjen apo neutralitetin. Por mos u mashtroni nga retorika, thot Barud. Nëse Europa, së bashku me qeveritë arabe, do të besonin se lufta SBA-Izrael kundër Iranit, e nisur më 28 shkurt, kishte ndonjë shans real për sukses, shumë prej tyre tashmë do të ishin bashkuar. Kjo mund të tingëllojë si një përfundim i ashpër, sidomos kur liderët në Europë dhe në lindjen e mesme këmbgulin se kjo nuk është lufta jonë. Por historia tregon një realitet krejt tjetër. Me pak përjashtime, si Spanja, Omani dhe disa të tjera, fuqitë perëndimore dhe regjimet arabe pro-SBA rrallë janë udhëhequr nga parimet. Rekordi i tyre është ai i oportunizmit të llogaritur, i formësuar nga rreziku, përfitimi dhe qasat e fitores, shkruan Barud. Për të kuptuar hezitimin e sotëm, duhet të kthehemi pas në kohë. Në vitet 1990-1991, kur Iraku pushtoi Kuvajtin, Washingtoni formoi shpejt një nga koalicionet më të mëdha ushtarake në historinë moderne. Në flamurin e së drejtës ndërkombëtare dhe me mbështetjen e drejtë për drejtë të Këshillit Sigurimit të OKB-s, SBA-ja paraqiti ndërhyrjen si një mision të kufizuar, çlirimin e Kuvajtit. Ky interpretim ishte thelbësor. Fuqitë europiane, së bashku me shtetet kyçe arabe, ju bashkuan me entuziazëm. Lufta u pasi legjitime, e fitueshme dhe si pjesë e një rendi të ri të udhëhequr nga SBA-ja në lindjen e mesme pas luftës së ftohtë. Por në vitin 2003, llogaritë ndryshuan. Pushtimi amerikan i Irakut nuk kishte më për qëllim vetëm ndalimin e agresionit. Ai u bë një projekt për ndryshim regjimi, i justifikuar përmes luftës kundër terrorit. Këtë herë, fuqitë kryesore europiane, veçanërisht Franca dhe Gjermania, kundërshtuan hapur. Duke mos arritur të krijonte legjitimitetin e vitit 1991. Washingtoni krijoi atë që e quajti koalicioni i të gatshmëve, një aleancë e lirshme dhe politike, me shtete që kontribuan pak ushtarakisht, por kishin rëndësi simbolike. Britania nën Tony Blairin u bë partner kryesor, duke lidhur fatin e saj me një nga luftrat më të diskutueshme të dekadave të fundit. Megjithatë, edhe atëherë, hezitimi nuk ishte domosdoshmërisht parimor. Sapo Iraku u pushtua dhe shteti u shkatrua, të njëjtët aktorë ndërkombëtar u zhvendosën shpejt për të siguruar pjesën e tyre të ndikimit. U nënshkruan kontrata energjetike, marrëveshje rindërtimi dhe qeveritë e huaja u përfshin në menaxhimin e Irakut pas pushtimit. Përfitimet e luftës rezultuan më tërheqëse se sa rreziqet që paraprin atë. Edhe lufta në Afganistan ndoqi një model të ngjashëm. Pas 11 shtatorit, SBA-ja arriti të mobilizojë NATO-n dhe 10 vende të tjera nën flamurin e luftës kundër terrorizmit dhe mbrojtjes kolektive. Në kulmin e saj, në luftë morën pjesë trupa nga mbi 50 vende. Edhe një herë,
Aleatët ishin të gatshëm të angazhoheshin kur misioni dukej i justifikuar dhe me përfitime strategjike. Por lufta kundër Iranit nuk ofron asnjë nga këto garanci, shkruan Barud. Ajo është ndër ndërhyrjet më pak racionale, më pak i të justifikueshme dhe më të rrezikshme të udhëhequra nga SBA-ja në lindjen e mesme. Ndryshe nga Iraku apo Libia, Irani nuk është as i izoluar dhe as i dobët strukturalisht. Është një shtet i madh me rreth 93 milion banor, me një territor të gjerë dhe me kapacitete ushtarake e industriale që i mundsojnë përballje afatgjate. Irani ka treguar aftësi për të goditur objektiva në gjithë rajonin dhe përtej tij, duke ruajtur njëkohësisht rrjete aleatësh dhe partnerësh, si dhe lidhjet të forta politike me fuqitë globale si Kina dhe Rusia. Po aq e rëndësishme është mungesa e një kuadri politik të besueshëm. Nuk ka mandat OKB-s, nuk ka koalicion koherent dhe nuk ka një plan të qartë përfundimtar. Në vend të kësaj, kemi një bashkëpunim të paqëndrueshëm mes një presidenti amerikan të prirur ndaj impulsit dhe një udhëheqjeje izraelite me ambicjet që shkojnë përtej Iranit. Donald Trumpi ka minuar prej vitesh besimin aleatëve tradicional, ka destabilizuar marrëdhëniet ekonomike globale dhe ka qeverisur në mënyrë të paparashikueshme. Në një kontekst të tillë, lufta nuk është më një strategji e llogaritur, por një bast i rrezikshëm. Për qeveritë europiane dhe arabe, pyetja nuk është më nëse duhet i bashkangjiten luftës kundër Iranit, por nëse Washingtoni mund të besohet për të menaxhuar pasojat e një përballjeje të tillë. Dhe gjithnjë më shumë, përgjigjja është jo, thot Barud. Sa i përket Benjamin Netanyahut, objektivat e tij janë të qarta dhe të zgjeruara. Nuk bëhet fjalë vetëm për neutralizimin e kapaciteteve të Iranit. Bëhet fjalë për riformësimin e gjithë vendit rajonal, në mënyrë që edhe aleatët më të afërt arab të SBA-s të bëhen të varur, ndërsa fuqitë rajonale si Turqia të sfidohen në autonominë e tyre. Një vizion i tillë ofron pak arsye për pjesëmarrje, edhe për aleat historikisht të bindur. Prandaj, distanca e sotme e Europës dhe regjimeve arabe nuk është rezultati i përmbajtjes morale, por i llogaritjes politike, shkruan Barud. Nëse kjo luftë do të kishte dukje legitimiteti, premtim përfitore dhe mundësi për përfitime politike apo materiale, një koalicion i njohur do të ishte formuar tashmë. Nëse në pushtet do të ishte një administratë amerikane më e parashikueshme, e aftë të mobilizonte aleanca dhe të justifikonte ndërhyrjet ligjërisht, reagimi ndoshta do të ishte ndryshe. Por kjo luftë nuk ofron asgjë nga këto. Prandaj, iluzioni duhet të braktiset. Europa nuk po refuzon luftën. Qeveritë arabe nuk po kalojnë një transformim moral. Ata po bëjnë atë që kanë bërë gjithmonë. Po vlerësojnë rrezikun. Dhe në këtë rast, përfundimi është i qartë. Ato qëndrojnë jashtë jo sepse e kundërshtojnë luftën, por sepse besojnë se ajo do të dështojë, shkruan gazetari Remzi Barud në analizën e tij. Ishte kjo tëra të ndruar shikues, faleminderit që na ndoqët dhe miru takofshim javën e ardhshme. Mirëmbëngjes.